para se me dalë tek trajtimi me laser, që është edhe tema jonë kryesore, sepse është bën një punë shumë e madhe, po du kronologjikisht po du mundal të dedajet të rëndësishme. E tha edhe vetë, e thash edhe unë që është rrit numri i të diagnostikuarve me probleme të tiroides, sidomos të pjesa e Hashimoto's. E di që e dallon prej vlerës referencë, doktorish, po sa është ajo që duhet me qenë shqetësuese, që duhet me u lajmëru në këtë rast e endokrinologu? Sa është vlera? Kështu, çka do që është, çfarë do vlere që është jashtë vlerave referente të laboratorit, ai duhet me u lajmëru. Qoftë edhe një shkallë e vogël. Edhe nëse është një shkallë e vogël. Sepse edhe nëse është në kufi, na e zëjmë në atë fazën kur kemi që ka bojmë shumë me mbajt në atë gjendje. Dhe pikrisht këtu vjen laseri, ose fotobiomodulimi. Dhe fotobiomodulimi është një trajtim shtesë te tiroiditi Hashimoto që unë kam fillu që sa vite ta bëj. Në përgjithësi të them për fotobiomodulimin, ose trajtimi me dritë të nivelit të ullt, ose me ndryshe që quhet me laser të nivelit të ullt, është trajtim jo invaziv, është trajtim që nuk ka fare efekte anësore, nuk ka dëmtim, dhe i shfrytëzon dritën e cila është dritë e valëve të kuqe deri infra të kuqe, dhe më thonë me gjatësi valore dikun 600 deri 1100 nanometer, dhe kjo dritë është vërtetu dhe është aprovu, dhe më thonë prej FDA-s edhe prej EMA-s, është aprovu për shkak se është vërtetu efekti në stimulimin e proceseve qelizore, të cilat kanë si rezultat në nivel molekular, dhe më thonë në mitokondrie të qelizës dhe në nivel qelizor, e rrisin prodhimin e energjisë së qelizës, ose molekulat që i kemi mësu në biologji, ne si mjekën, biokimi, i rrisin prodhimin, sintezën e ATP-s, përderisa modulojnë molekulat ROS, ose molekulat të cilat nëse janë në nivel të shtumë, janë përgjegjëse për modifikimin e ADN-s, për nxitjen e kancerit edhe nxitjen e plakjes. Do me thonë, fotobiomodulimi është vërtetu që në nivelin molekular, është vërtetu që e ullë stresin oksidativ, gjë që ndikon në ripërtrirje të qelizës edhe në ndalje të procesit kancerogen të gjitha qelizave ku i nënshtrohen këtyne valve, dhe në rritje të energjisë dhe funksionimit më të mirë të atyne qelizave.